Mos është zgjedhur me qëllim për ta thënë më thjesht pra për të vendosur në shënjesër ky rajon. Përdorimi i besimtarve nuk ka t'jemi korrekt, nuk ka filluar me vendosjen, ka bërë PDK-ja, kanë bërë partitë më përpara, sepse aty është një elektorat i caktuar dhe ka vota. A pajtona, nuk pajtona. Sepse duhet kuvendi të ketë parasysh nacionalizmin ton, i cili është mbi fetar. Natyrisht interesat e të gjitha religioneve duhet të facilitohen, por jo në këtë mënyrë. Kjo është mendimi im, është e di se shumë nuk pajtohen me mua. Për mua religioni sa më larg politikës aq më mirë. Zoti Tali, do ta thyj Vjosa Osmani Kurtin? Jo. Shiko, zonja Osmani duhet pranua, megjithatë, se e ka shërbyer postin e presidentit më së miri deri tash. Natyrisht pas Rugova veproi në kushte të jashtëzakonshme. Krahasuar dohen ka përfaqësu Kosovën mirë, ka qenë elokuente, është oratore, për më tepër një grua ka përfaqësu një vend të cilin Serbia paraqet si të brapambetur ku pozita e gruas nuk është e duhur, e tjera, pra gjitha këto stereotipet i ka thyr, por besoj që ajo nuk mund të bëj më shumë në aspektin edhe ajo ndoshta e ka pasur të frikë edhe vetë, se nuk doli e pavarur, pra me partitë vetëm, po u fut nën sjetutën prapë me listën e vet në ashtu siç bëri me vetëvendosjen. Unë thashëm nuk pajtohem me këto që ka ndodhur kohën e fundit, por nuk pres që zonja Osmani të bëj ndryshime. Unë më shumë pres që mosdalja në zgjedhje që siç po shihet, e sidomos e atyre të cilët nuk kanë interes të drejt për drejt, pra të jo strukturave dhe jo tifozve, do t'ja japi më shumë kahjen rezultatit se sa zonja Osmani, me gjithë respektin që mund ta kem, apo mos respektin që mund ta kem për veprimtarinë e saj politike. Duke shpresuar që ne në ditët vijim do flasim prapë për këtë çështje, më lejoni që ta mbyllim tani këtu me Kosovën për të ardhur aty në Britani, çfarë po ndodh në Londër. Para se të nisim bisedën, por shikoja një listë ta kryeministra kishte ndryshuar Britania e Madhe, që kur kishte ardhur Putini në pushtet. Duket sikur edhe Starmerin, për ta thënë më kështu, do ta hajë. Starmeri i ka ditët e numëruara sipas mendimit tim. Kaq mund të them për te. Ka shumë pakënaqësi ndaj tij brenda partisë punëtore, laboriste. Fjalimin të cilin e pati të hënën për shkak të performancës së dobët në këto zgjedhjet elektorale, ndonse mua më pëlqej, lexova në këto mediat britanike, por ishte më shumë emocional, ishte sikur fjalim fushate e jo fjalim arsyetimi apo shpjegimi të performancës. Pastaj, nëse s'gaboj të nesërmën kur doli figura e parë, ishin 50 deputet të laborist nga 403, nëse s'gaboj, sa janë në parlamentin britanik, kërkuan ndërheqjen e tij. Tashti kam ri numrin 100, pa për çdo ditë të lume kërkesat i shtohen dhe
po them duke e njohur për aq sa e njoh skenën politike britanike, ditët I ka të numëruara, po tash kur si të shohim se çka na sjell. A niveli demokracisë kaq I lartë aty që I rrezon qeverit kaq shpejt edhe nga brenda, apo është edhe ndoshta një dorë huaj, se vitet e fundit kemi parë ndryshime shumë të shpeshta? Po, shiko, gjithë ata që njohin Starmerin, unë nuk e njoh. Po them edhe ata të cilët po ja kërkojnë ndërheqjen, largimin. Të gjithë pajtohen se ai është një njeri shumë I mirë, është një njeri sinqert, deri një njeri familjar, deri tash nuk ka asnjë aferë mbi të cilën do të mund të akuzohej për diçka. Pra si një njeri është par excellence. Por vendimet e tija politike, edhe pse mbajtja e Britanisë jashtë luftës në Iran e që I dha mundësi edhe Francës dhe shteteve tjera që të tërhiqen, nga se faktikisht se Britania, cila është alatja e Shebas den Babaden, u tërhoq, gjithmonë Shebaja dhe Britania kanë shku në luftra zbashku, atëherë ju dha dhe alivjet të tjerave të tërhiqen. Pastaj, si them kështu, e duroj disa herë Trumpin me ato ofendimet të cilat ja bëri për hir të interesit politik britanik. Pra gjitha këto sakrificat e tij politike gjithë I respektojnë, po megjithatë gabimi I tij lidhur me ambasadorin britanik në Sheba. Po duket ajo sigurisht e menduar, sigur u fto, sigur u harrua. Jo, nuk aty filluan të gjitha, sepse vetë nuk ishte I sinqert, tha se nuk e kam ditë. Pastaj detyroj shërbyesit civil që të reagojnë. Kjo paraqitja e sekretarit permanent të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Sir Ollie Robbins, ishte fatale për te, sepse ajo bëri një performancë shumë të mirë, shumë të rrjedhshme, të sinqert para komitetit zgjedhur për marrëdhënie të jashtme, komitetit, pra komisioneve në Britani, komisioneve parlamentare u thuhet komitete, committees, selected committee. Edhe pati një performancë fantastike ku e shpjegoi një shumë të rrjedhshme se ka pas presion, ka pas trysni në miratimin e propozimit të Lord Peter Mandelson për ambasador në Sheba. Lord Mandelson është një aktivist I moqëm I Partisë Laboriste, një kohë ka qenë figura më e urryer sepse në kohën e Tony Blairit. Ashtu po. Dhe këto daljet, këto përfoljet, faktet realisht me rastin Epstein e kanë dëmtu shumë. Pra për herë të parë Starmer doli si gënjeshtar, sepse ata I thanë se e ka ditur se zoti Mandelson nuk e ka kalu, Lord Mandelson nuk e ka kalu atë se them hetuesinë e sigurimit, ka ranga I provim, për shkak të disa bizneseve që I ka patur me Kinën, që janë konflikt interesesh, por edhe për shkak të biografisë të tij të shoqërisë me Epstein. Dhe zoti Starmer nuk I ka marrë parasysh për shkak të pozitës të cilën e ka pas, apo rolit influencës që ka pas Mandelson. Aty filloi dhe pastaj sidomos kjo partia e Farage e përdori
hoxha shumë në këto zgjedhjet lokale, Ai është elektorale. ngritur, po më duket se ka dhe ai probleme me drejtësinë, me vilat, me Ai ka probleme me gjithçka, por është populist. Përdori me mjeshtri, sidomos e klasa punëtore të këto qytetet më pak të zhvilluara, si Sunderland e tjera, duke e paraqitur Partinë Laboriste, Partinë Punëtore, si të dalur jashtë me realitetit, por edhe të njëjtën kohë edhe konservatorët, sidomos këtë klasën e mesme, i sulmoj ata, kështu që